Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe begatia e Zotit qoftë mbi pejgamberin alayhis salam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Zoti ynë, paqja e tij, paqja dhe shpëtimi janë tek ti, shumë i lartë. Dobia dhe begatia jote janë të pambarim, o i madh e dhurues. Allahu është i pastër nga të gjitha cilësitë që tregojnë mangësi. Të gjitha lavdet dhe lavdërimet janë për Allahun, Zotin e botëve. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Fuqia dhe forca janë tek Allahu që është i lartë e i fuqishëm. Zoti ynë, kërkojmë prej teje falje në këtë botë dhe në jetën tjetër. Zoti ynë, kërkojmë prej teje falje dhe largimin së keqes prej nesh në këtë botë dhe në jetën tjetër. O mëshiruesi mëshiruesve, Zoti ynë, dërgon mbi profetin ton, Hazreti Muhammed alayhis salam dhe vëllezërit e tij, të dërguar e profet, përshëndetje sa numri i krijesave tua, i pëlqimit tënd, i peshës së arshit tënd. Zoti ynë, pastroj gabimet dhe mëkatet tona ashtu siç rroba e bardhë nga papastërtitë dhe largona ne nga mëkatet siç largon lindja dhe perëndim nga njëri tjetri. Zoti ynë, të mbështetemi ty nga dobësia dhe pamundësia, nga përtatësia, nga frika, nga plagja. Zoti ynë, mbështetemi tek ti nga zemrashpërsia, nga indiferentizmi, nga varfëria, nga poshtërimi dhe meskiniteti. Mbështetemi tek ti nga mohimi dhe herezia, nga shkaktimi i armiqësisë, nga veprimi i përdukje dhe sëmundjet të tjera të këqija. Zoti ynë, mbështetemi tek ti nga hidhërimi, nga ankthi, nga dobësia, nga përtatësia, nga frika dhe kopratësia. Zoti ynë, mbështetemi tek ti nga dituria që sjell dobi, nga zemra që zdridhet, nga lutja e papranuar, nga uni i pangopur. Bëje këtë jetë për ne, pretekst për shtimin e të gjitha llojet të mirësive dhe dobive. Zoti ynë, kërkojmë prej teje një jetë krejt të pastër dhe një kthim tek ti që të mos na turpëroj dhe të mos i numëroj derdh para teje të metat dhe mangësit tona. O strehuesit pa aftëve, o borim fuqie për të dobtit, o shëruesit të brengosurve, o orientues i të humburve, o Zoti i lartë madhëruar që i përgjigjesh çdo lutje. Zoti ynë, ti je falës, e do faljen, na fal neve, na i fal mëkatet dhe gabimet që nuk reshtën të përfunduari, na fal neve për hir të kësaj nate katëri në të cilën ndodhemi. Zoti ynë, na bëj njerëz të plotësuar nga ana trupore, mendore dhe shpirtërore, bashkë me dijen, na shto edhe pasurinë e zemrës, pastërtinë e shpirtit. Zoti ynë, na bëj njerëz të indeksuar në jetën shpirtërore, këmbëngulës për të qëndruar larg nga papastërtitë materiale dhe shpirtërore, vigjilent ndaj dëshirave trupore, modest e të gatshëm për të luftuar kundër sëmundjeve si urrejtja, ambicia negative, zilia e egoizmi. Zoti ynë, na bëj prej altruistëve, të cilat mundohen gjithmonë që t'i dalin për Zot të drejtës e t'i shpjegojnë të tjerëve çdo gjë që ndjejnë në lidhje me botën tjetër. Zoti ynë, na bëj të durueshëm dhe të kujdesshëm, na bëj njerëz të besimit dhe aksionit, të cilat në vend të folurit të tepërt jetojnë mbi ato parime të cilat besojnë dhe që me jetesën e tyre bën shembull i mirë për njerëzit e tjerë. Zoti ynë, në qëllimin ton qoftë gjithmonë e përtejmja, na bëj prej njerëzve të besimit, të cilët janë të lidhur fort pas kënaqësisë së Allahut, e që vazhdimisht avancojnë me këtë udhë derisa të mrinë tek i shumë dashuri. Zoti ynë, na bëj prej njerëzve të sakrificës, në të mirë të besimtarëve dhe mbar njerëzimit. Zoti ynë, vendos midis nesh vllazërinë, respektin, dashurin edhe mshurin, të mos përqahemi asnjëherë, përkundrazi të jemi ashtu siç e shpjegon i nderuari profet Muhammed alayhis salam, lidhjen e muslimanëve me njëri tjetrin, si ndërtesa të mbështetura njëra te tjetra, duke ndihmuar njëri tjetrin. Na ruaj nga çdo sprove fitne, e cila të çon në prishjen e vllazërisë, sepse ashtu siç shprehet i madhi Zot në librin e tij të shenjtë, ne nuk duhet të jemi përveç se vëllezër njëri me tjetrin. Zoti ynë, vendos harmoni midis nesh, sjelljet tona mos lëndofshin askënd, mos të bëjmë inat dhe mëri me asnjëri, mos të ndjejmë armiqësi ndaj askujt, t'i duam besimtarët e çdo njeri tjetër që kontribon në lumturinë e këtij populli dhe mbar njerëzisë. Zoti ynë, veç përpjekjeve tona t'i japim shumë rëndësi dhe ndihmës tënde në çdo vepër e çdo lëvizje, të kërkojmë vetëm kënaqësinë tënde. Zoti ynë, asnjëherë mos i hap vend në jetën tonë mendimeve të papranueshme si ta bëj unë, ta arrij unë suksesin, të
arriju rezultatin. Kushdo që do të bëj të mirën e të bukurën, ne të gëzohemi njësoj, sikur ta kishim vepruar vetë. Suksesin e të tjerëve ta pranojmë edhe si sukses tonin. Zoti ynë, të mos merremi me mangësitë dhe gabimet e të tjerëve, duke mos arritur të shohim ato tonat. Na bëj për atyre njerëzve që shohim vazhdimisht llogarinë e brendshme vetjake, e që mundohen t'i plotësojnë mangësitë e tyre, të jemi përfaqësues të së mirës dhe një shembull i mirë për të tjerat. Zoti ynë, ta kemi parasysh si çështjen tonë themelore, pajisjen me besim të përsosur dhe sinqeritet plot, shërftor të së drejtës, të lidhur fort pas kënaqësisë tënde. Zoti ynë, të tregojmë respektin e duhur ndaj çdo mendimi apo veprimi të tjerëve, të dimë të jetojmë së bashku me të tjerët dhe të jemi të gatshëm të përpjestojmë çfarë të kemi me ta, në vend të fjalës unë, të ndërtojmë fjalën ne. Për më tepër të jemi të gatshëm të sakrifikojmë edhe lumturinë tonë për lumturinë e dikujt tjetër, dhe duke bërë këtë, të mos presim asnjë lavdërim dhe vlerësim nga të tjerët, as mos ta mendojmë një gjë të tillë. Zoti ynë, na bëj të mundur të jetojmë në boshtin e Kuranit dhe sunetit të profetit a.s. e brenda kornizës së devotshmërisë dhe vetdijes që Zoti ekziston e na sheh në çdo moment, vigjilent ndaj ndjenjave që shkaktojnë vdekjen e shuarën e zemrës, si egoizmi, krenaria, fama. Nëse dikush tjetër sheh diçka të bukur tek ne, ta kalojmë këtë çështje duke thënë që çdo bukuri është prej teje, o i madhi Zot. Zoti ynë, të mos zemërohemi në askënd, e sidomos me ata që përfaqësojnë të drejtën e që thrasin në të. Kur t'i shohim vëllezërit tanë në gjendje të papërshtatshme, të mos e grisim perdën duke i turpëruar ata, por t'i mbulojmë ata por si nata. Të lutemi ty o Zot që të na bëj gatosh në familjet tona, bëj të mundur që fëmijët tanë të rriten në atmosferën e rrugës së drejtë, në të gjitha etapat e jetës së tyre, imani dhe Kurani ja u ndriçofshin udhën e mos u ndafshin asnjëherë prej saj. Zoti ynë, të lutemi ty që rinin ton të ruash nga dredhit e shejtanit, për t'i futur ata në rrugë të gabuar, e vlerësia është një virtyt i madh i cili e mban njeriun të pastër. Bëj o Zot të rinë ta njerëz të pastër, të bindur, respektues ndaj prindërve, e përfaqësues të denjë të fesë dhe vendit e mbarë shoqërisë. Zoti ynë, profeti Muhammed a.s. na ka komunikuar se nëse në mesin ton nuk do t'ishin të moshuarit, pra prindërit, gjysherit, gjyshet tona, atëherë kupolla e qiellit do të binte mbi krye. Mëshiroj e begatoj ata për gjithçka që kanë bërë në këtë jetë, sidomos ata persona të cilët në periudhat më të vështira të islamit në shqiptari, me durim e përpjekje të mëdha kanë ditur të ruajnë besimin e tyre e t'i dalin për Zot fesë islame. Fali e mëshiroj ata, shpërblejau me të gjitha të mirat në dynja e ahiret. Zoti ynë, kërkoj prej teje ti mëshirosh dhe falësh për nder të kësaj nate të gjithë paraardhësit tanë besimtar, të cilët kanë kontribuar dhe shërbejnë në ngritjen, ruajtjen dhe zhvillimin e fesë e kombit ton. Begatoj ata me xhennet. Zoti ynë, muaji Ramazanit është muaji i Kuranit, dhe kjo është nata me të cilën ti ke filluar të shpresësh atë libër që është shpëtimi dhe udhëzimi ynë, një manual në të cilin ne gjejmë sidhe për çdo çështje. Zot, na zbukuro me bukurinë e Kuranit, na lartëso me madhështinë e Kuranit. Bëj atë bashkëllëtarin ton, si në këtë dynja, si në jetën e varrit. Na i bëj ndërmjetës në ditën e Kiametit, dritë në Sirat. Buroj prej zjarrit shoqërues për në xhennet, argument dhe orientues për në të gjitha mirësit. Na i fal mëkatet me leximin e Kuranit, mbuloj gabimet tona me mbulesën e Kuranit dhe na drejton në rrugën e drejtë. O Zot, pastroj zemrat tona dhe mbuloj mëkatet tona, jep ushërim të sëmurëve tanë, ndriti fytyrat tona, mëshiroj të parat tanë, ruaj familjet tona dhe atë dhëon tonë nga çdo e keqe dhe fatkeqësi. Zoti ynë, jepi begati, mirësi, progres dhe qetësi atë dhëut tonë, shqiptarisë dhe mbar njerëzisë. Zoti ynë i madhërueshëm, prano prej nesh lutjet me të cilat i drejtohemi madhërisë tënde, sepse ti je i vetmi që i pranon ato. O Zoti i plot fuqishëm, i lutemi madhërisë tënde që të na udhëzosh në të drejtën e të vërtetën. Amin.